3 shenja të horoskopit që do të bëjnë shumë lek në vitin 2026. Në vend të parë, Bricjapi. Bricjapi është shenja që fiton më shumë në mënyrë të qëndrueshme dhe afatgjatë. Pas viteve punë, sakrificë dhe durim, 2026 ai sjell shpërblimin e merituar. Rritje në karrierë, pozicione drejtuese, biznese që stabilizohen dhe investime që fillojnë të japin fitim real. Parat për Bricjapin nuk vijnë nga fati i shpejt, por nga zgjuarësia, strategjia dhe këmbgulja, duke e bërë vitin një pikë kthese financiare. Në vend të dytë, Luani. Luani shkëlqen fuqishëm në 2026 dhe të ardhurat e tij do të lidhen drejt për drejt me guximin, kreativitetin dhe aftësinë për të dalë në pa. 2026 do t'i hapi dyert të mëdha financiare përmes projekteve personale, biznesit privat, famës, rrjeteve sociale ose roleve udhëheqëse. Luani ka mundësi të fitojë shuma të mëdha parash nëse shfrytëzon talentin e vet dhe nuk frenohet nga frika. Në vend të tretë, Akrepi. Akrepi përjeton një transformim të fuqishëm financiar në 2026. Ky është viti kur ai merr vendime të zgjuara, ndryshon drejtim në karrierë ose nis bashkëpunime që i rrisin ndjeshëm të ardhurat. Intuita e Akrepit është jashtëzakonisht e fortë, duke e ndihmuar të investojë aty ku të tjerët hezitojnë dhe gjithashtu të përfitojë nga situata të fshehta. Parat vijnë përmes strategjisë, analizës së thellë dhe guximit për të rrezikuar në momentin e duhur.